Shqipëria ka hapur për herë të parë ambasadën në Ukrainë në një lëvizje të vlerësuar me nota maksimale nga Kievi në këto kohë kaq të vështira për të. Lajmi është dhënë në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Ukrainës, në të cilën njoftohet se ambasadori i parë i Shqipërisë në Kiev, Ernal Filo, i ka dorëzuar letrat kredenciale zëvendës ministrit të jashtëm të Ukrainës. Më 4 tetor, zëvendës ministri i punëve të jashtme të Ukrainës mori letrat kredenciale nga ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Ukrainë, Ernal Filo. Ai do të bëhet ambasadori i parë i këtij vendi në shtetin tonë. Ky është një hap historik për zhvillimin e marrëdhënieve dypalçe ukrainase shqiptare, ka deklaruar zëvendës ministri i jashtëm Ukrainës, i cili ka theksuar mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Shqipërisë ndaj Ukrainës në luftën kundër agresionit të plotë rus, duke përfshirë edhe ndihmën ushtarake për Kievin. Ambasadori shqiptar ka diskutuar gjithashtu me zëvendës ministrin e jashtëm Ukrainës pjesëmarrjen e Shqipërisë në zbatimin e formulës së paqes të presidentit të Ukrainës, Volodymyr Zelensky, mbështetjen e vendit për anëtarësimin e Ukrainës në NATO, si dhe ndërveprimin e dy shteteve në rrugën e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, sipas Ministrisë së Jashtme në Kiev. Ministria e Jashtme e Ukrainës citon ambasadorin shqiptar që ka theksuar qëndrimin e pandryshuar të Shqipërisë në lidhje me mbështetjen e integritetit territorial dhe sovranitetit të Ukrainës. Ambasadori Ernal Filo ka shërbyer më parë si ambasadori i Shqipërisë në Maltëzi dhe ministër këshilltar në Beograd.